Ja ku jemi në seancën tonë të ndërmjetësimit dhe sot kemi dy zotrinj, kemi zotin Naim, kemi dhe zotin Sali. Përshëndesim ndërmjetësën tonë zonjën Eni Çobani. Një konflikt prone nga ka sjellë këtu apo jo, dhe ka 5 vite, në mos gaboj në këtë konflikt, dhe cili është motivi zonja Eni? Përshëndetje Ardit, përshëndetje gjithë këtu në studio, përshëndesim të gjithë shqiptarët që po na ndjekin në këto momente, dhe një përshëndetje e veçantë, Ardit, besoj që bashkarisht i bashkohemi kësaj përshëndetje, Kosovës, sepse na jemi ne kemi nga Kosova. Kështu që përshëndesim Kosovën dhe në veçanti Pejën, apo jo? Kemi nga Peja na jemi, Pejën në veçanti. Po, një konflikt prone, por në fakt nuk do ta etiketoja konflikt. Të dy personazhet që kemi sot, pra si Naimin dhe Saliun, deri diku janë pjesë të një keqpërdorje të një dokumentacioni prone, e cila në fakt burimi nuk është nga këta të dy. Burimi është që nga pronarët. Pra, Saliu është blerësi i parë, dhe më pas ai ja ka shitur Naimet. Dhe në momentin që Naimi e merr, atëherë fillon dhe problematika. Këtë gjë më mirë se unë dhe ne të tërë e di Naimi dhe Saliu, kështu që do t'i japim fjalën zotit Naim, të cilin e falenderoj përzemërsisht që u bë pjesë e kësaj seance ndërmjetësimi, por më lejoj që edhe në emrin tuaj të falenderoj përzemërsisht zotin Sali, i cili pranoi me pak vështirësi në fakt, për faktin sepse nuk e quan veten të lidhur me këtë konflikt, dhe unë e falenderoj përzemërsisht për ardhin e tij sot në këtë seancë ndërmjetësimi. Faleminderit. Njëkohësisht kemi dhe Skënderin. Këtu vllajën e Naimit, i cili është shumë në brendësi të situatës, por e kanë zgjedhur vetë ata. Naimi do jetë këtu, Skënderi do jetë pas. Po, zoti Naim, fjala është për ju. Zonja e nderuar, në radhë parë ju përshëndesim për emisionin. Faleminderit. Dhe audiencën tuaj dhe të pranishmit që janë në sallën tuaj televizit të Klanit. Faleminderit. Para 5 vjeç unë kam bler një pronë, të cilën e kam bler në zyrat e shtetit, e kam bler me notari dhe me kontratë me gjitha ato që shteti shqiptar i konsideron ligjshme. Të ligjshme, po. Prandaj, unë kam ardhur këtu, po, pas një kalvari mundimshëm, prej 5 vitesh, po sa e bleva pas 6 mujsh, ngrihet një padi. Kjo është dhe çudia në fakt. Ngrihet një padi dhe nga avokatura shtetit. Dhe padia ishte që prona ishte e paligjshme. Po. Nuk pan fare dokumentacionet, nuk u morën fare me këto dhe në mënyrën absurde shteti t'i kaloi shtetit prona. Dhe unë kërkoj nga zoti Vata, Sali Vata, cilit ja kam bler, kërkoj asgjë më shumë përveç një ndihme kudo që të kem problem me këtë shtet. Dhe kërkoj ndihmën e tij që të më mbështesë. Nuk i kërkoj as parat, asgjë se ma ka shit në mënyrë shumë të rregullt nëpërmes zyrave të shtetit dhe dokumentacioneve zyrtare të këtij shteti. Prandaj unë kam marrë sot këtu për ta bërë publike, pasi gjykata e shkallës parë dhe shkallës dytë këtë pronë neve na e ka kthy shtet. Na e ka kthy shtet. Dhe mbi bazë dhe unë kërkoj ndihmën e zotit Vata për të ndihmuar. Po, Sali, juve në fakt e keni bler këtë pronë në çfarë viti? Unë e kam bler para 15 vjeç. Pra, juve e keni bler këtë më saktë për të ndihmuar dhe juve, sepse dhe kujtesa don të vetëm, pra në vitin 2003, apo jo? 2003. Në 2003. Dhe për 10 vjet unë e kam shfrytzuar në atë vend. Për objekt, për ndërtim e kam marrë, kur e kam blerë si tokë. Dhe për ta bërë një çik më të qartë dhe për publikun, kjo është një zonë shumë afër pjesës ranishte pra të Durrësit, jemi në Bregdet pra. Pikërisht dhe kjo ka sjellë edhe për pasojë këtë konflikt apo debat. Pra flasim për një pjesë shumë me interes të themi. Po. Në vit parë Bregdetit. Edhe mas 10 vjeç, unë mundësit e mia nuk ishin për ta ndërtuar, për të bërë një ndërtim. Po. Edhe Naimin e kisha komshi, o ma je po ta jap, unë i thash po ta jap. Dhe e shita Naimin. Me gjitha parametrat.
plus dokumentat, certifikatet dhe ato, dhe në gjithë institucionet e kam vullos dhe e kam firmos për le ndërtimi. Ate nuk u bën një vit ato mbledhje e KRT-s, kështu që unë mundësit e mija këto ishin dhe e shita. Pra juve vetëm për shkakun që nuk ju dha leje ndërtimi, juve arritët në pikën për ta shitur. Sepse nuk ishit më çfarë bënit me këtë tokë. S'kisha mundësit e mija njëherë për ta ndërtu. Po. Pavarësisht se edhe le ndërtimi nuk u bë KRT-ja. Jo se ishin të vullos me gjitha, juristi bashkisë, gjitha ato. Atëherë në vitin 2012 juve bëni këtë kontratë shitblerje me zotin Naim. Po. Naim, juve i morët të gjithë dokumentat e kësaj prone? Unë i mora të gjitha dokumentat e Po, pronës. kush kanë qenë dokumentat, sepse ca dokumenta i kam dhe unë këtu, normalisht. Kanë qenë kontratat e shitblerjes, unë aplikova me kontratë shitblerjes dhe nëzora vërtetimin e hipotekës, në zyrët e hipotekës Në të emër qytetit të Durrësit. Arjanit, djalit të Saliut, apo jo? Nga Arjani kalun me kontratë, kalun ke Kaloj tek ju, po. Dhe unë disponoj edhe vërtetimin e hipotekës dhe sot unë nuk jam pronar sot pasi gjykatat nuk di ku e gjetën dhe me shprëndësun, thanë kjo pronë du të kalon shtetë. Në një kohë ku kisha vendimin e Komisionit të Kthimit Pronave, kishim Komisionin e Piketimit tyre pronave, kishim të Këshillit Bashkiak, kishim gjitha dokumentat. Është e vërtet në fakt, sepse juve keni siguruar të paktën një vendim me numër 1173, datë 28/6/2002, Komisioni i Kthimit Kompensimit Pronave të pronarëve të prefekturës së Qarkut Durrës, i përbër sigurisht nga antarët, por kryetar ka qenë Vasil Hila, ku në vëmendje ndoshta edhe të publiku duhet sjellim që ky ka qenë një njeri problematik për sa i përket këtyre pronësive në zonën e Durrësit. Megjithatë, juve keni këtu një vendim. Dhe gjëja që mua më habit, të paktën nga studimi i gjerë që i kam bërë dosjes tuaj, fakti që juve këtë vendim e keni në këtë formë. Dhe ju lutem kamerat të afrohen për ta parë. Ky është një vendim i cili nuk mund të bëhet në rrugë. Pra ky është një vendim që ka dalë, apo jo, nga ky komision, me këta antarë, për 400 metra katror. Pra e gjithë ky debat bëhet për 400 metra katror. Që në fakt, tamam ndodhet pikërisht në rër, apo kemi një largësi nga rëra? Në afërsi me rërë. Në afërsi me rërën, po. Të cilat këtu janë dhënë 5 prona, të njëjta, nga njëjti komision. Dhe për çudi prona e mesit, të cilën unë e kam blerë. Tani prona këtu i është kthyer zotit Thoman Nisi, apo jo? I ndjerë, sepse me sa ju më keni thënë, zotria nuk është më në jetë, dhe janë sot trashëgimtarët e tij. Atëherë, meqense ky është një problem që ju jeni njeriu i fundit që e keni blerë. Po, i tretë. Pra, keni marrë juve ndonjë kontakt me pronarët e vërtet të kësaj prone, që si ka ndodhur, sepse në fakt bara e provës së kësaj situate i bie atyre. Pra, çfarë kanë bërë ata? Pikërisht për t'ju siguruar juve ligjshmërinë e kësaj prone. Fillimisht Saliut dhe më pas juve. Pra keni marrë kontakte ju me trashëgimtarët? Ne kemi marrë kontakte. Çfarë pretendojnë ta? Si është marrë ky vendim? Sepse i gjithë dyshimi për ta njohur dhe publiku më mirë problemin është ky vendim, apo jo? Këtu janë dhënë 212 vendime në qytetin e Durrësit. Jo, për faktin tuaj është ky vendim problemi, apo jo? Po, këtu janë dhënë 212 vendime. Nga 212 vendime, vetëm ky vendim pas ka dali falsifikuar sipas gjykatës Durrësit. Me sa jam unë në dieni, gjërat të cilat sigurisht ka kaluar pa koha, nuk flitet vetëm për vendimin tuaj, sepse ky zotri ka pasur shumë probleme me vendime të dhëna në rrethin e Durrësit. Kështu që nuk besoj të jetë vetëm vendimi juaj, do të ketë dhe vendime tjera, por megjithatë ju pretendoni që vendimi juaj, edhe për një hetim që është bërë nga prokuroria e Durrësit, ka rezultuar jo e falsifikuar, apo jo? Po, jo e falsifikuar. Kemi i vendim prokuroria dhe gjykatës apelit. Tani, Sali, të lutem, mund më sqarosh faktin ju e keni blerë në vitin 2003 dhe e keni shitur në vitin 2012 gati 9 vjet më pas. Po. Pra 9 vjet, çfarë është bërë me këtë pronë? 9 vjet. Pra si u kujtua shteti pikërisht në vitin 2012, zotria e blen në maj dhe në tetor e hedh në gjyq. Kështu ka qenë. Kaq ka qenë fati i kësaj prone për Naimin. U blen në maj dhe u fut në gjyq në tetor apo në dorë, diçka e tillë. Po. Juve 9 vjet si e mbajtët pronën pa asnjë problem? E thash dhe e them prap, kjo nuk ka pas asnjë problem. Po, dhe e keni shfrytzuar apo jo besoj? Absolutisht asnjë problem s'ka pas. Se me pa pas problem nuk ditë ke nga
kishte pengesë në zyrat e shtetit. Po. Kjo është problem që ka dalë nga komshit mrapa, ku ka mas e ka marrë Naimi, a kujtuaj mas pse ja duk veni pak ati dhe ka tishtë me shtu, edhe i bëhet pengesë tash e kja pjesa e Naimi. Edhe a i ka luj livat e veta, dhe në atë formën që egzistojnë këtu të ne, kështu që pse është Naimi para me, për dhe a i ka dalë dikuj para ati, kështu që është ma ka luj livat Tani e të veta tërë pronat në atë zonë kanë qenë të familjes Nisi, apo ka pasur dhe të tjerë pronarë? Gjithë kemi qenë këtu pronarë. Unë afër Salut kisha pronën tjetër, të cilën po nga ky komision kisha marrë. Po. Dhe për habit faktit, ne këto prona i kemi marrë për t'i gëzu dhe për t'i trashëgu. Po, ne nuk i sigurisht, kena marrë këto prona për një nxjerr konflikt njëri tjetrit. Se ky shtet po na fut konflikt. Po. Është prona që 15 vjet është marrë kjo pronë. Si do ta zgjidhej unë me këtë zotrim? Ky ma ka shit në mënyrë në zyret në shtetit. Po. Dhe unë nuk kam pse ta bëj konfliktin, po ky shtet po më çon konflikt mu për ta bërë unë me Salivatin konfliktin. Po. Dhe ky shtet, ne jemi tre, nuk perceptohet qofse në një vend botës blesh pronën dhe të ndodhë kjo fatkeqësi. Edhe ardhja ime këtu, thjesht, domethënë, Po. ardhja morale që ki i ka up malli tash. Jo, morale është kjo, patjetër se juve sot jeni pronarë dhe i kësaj prone. Ju e keni hequr pronën. E pra, kur të hum malli, të hum edhe menja. Ki tash më kërkon e sot mu. Po. Unë në të gjitha format njerëzore jam i larë. Pavarësisht se këti e qaj halën, se këti sot, nesër mu. Po, normal. Atëre pretendimi për këtë falsifikim. Ja besoj Naimi që ka drejtë, se kush përplasët anë, a i do të gjenë e mu. Jo, se ju e kuptoni fare mirë që nëse kjo kontrat del absolutisht e pavlefshme, nesër zoti Naim do të përplaset vërtet me ju dhe do të thotë që zotri, unë bleva një prona më doli shtet, tani më kthe parat dhe normalisht që shumat mund t'jenë edhe të konsiderueshme, unë nuk e di, nuk i kam hyrë kësaj pjese. Si doli prona shtet? Çdo me thënë, këtë se kuptoj. Tani, Ardit, fakti që në vitin 2002 është marrë një vendim nga Komisioni i Kthimit Pronave të prefekturës së Qarku Durrës për një tokë truall 400 metër katror. Dhe sigurisht që ky është një vendimarrje, prandaj dhe unë i thash regjisë që afrojeni pak të lutem kamerën për të parë që ky është një dokument, një letër e cila nuk mund të bëhet në rrugë. Kjo bëhet në institucion. Që do të thonë? Sot del që ky proces verbal i këtij vendimi nuk gjendet. Pra nuk është. Të paktën nga studimi që unë kam bërë dosjes. Pra gjykata e ka kërkuar dhe pretendohet që ky vendim nuk është marrë dhe ky numër nuk ekziston. Dhe ky vendim është i falsifikuar, i vendosur në përdosje, por në fakt ky vendim nuk është marrë. Por dhe nëse është marrë, sipas atij vendimi, çfarë del? Del që 400 metra katror janë dhënë ish pronarit zoti Thimi Nisi, ose Thoma Nisi, nuk e di, por Thimi Nisi e ka këtu. Dhe ky është një ish pronari kësaj zone, normalisht, i cili ka përfituar me ligjin dhe ka marrë dhe pronat të tjera, por pretendimi është që për këtë pronë, ky vendim është i falsifikuar dhe që normalisht nuk gjendet sot, në qoftë se do të kërkohet në arkivin e këtij qyteti, ky vendim nuk gjendet. Por nga momenti... Gjendet sot vllai. Gjendet ky vendim? Tash unë kam lexuar gjykatën e apelit, sepse gjykatën e shkallës parë këtu nuk e ka, po në gjykatën e apelit pretendohet pikërisht që ky vendim nuk gjendet. Po urdhëro, mund të flisni. Zonja. Po, përshëndetje Skënder. Unë e kam ndjekur këtë, kam qenë përfaqësues në gjyq me vllajin. Po. Ky konflikt i këtyre dy personave këtu është një konflikt i iniciuar nga shteti shqiptar. Vendimi i Komisionit të Kthimit të Pronave që keni në dorë është plotësisht i ligjshëm dhe ekziston në zyrën e hipotekës, ekziston te Komisioni i Kthimit Pronave, ekziston dhe te pronari. Është absolutisht vendimi më i saktë i Komisionit. Por zonja Eni, Komisioni i Kthimit Pronave ka marrë 212 vendime në atë zonë ku sot ato janë tjetërsuar, janë ndërtuar pallate dhe është marrë një vendim i gjykatës së vitit 2007 i formës së prerë që të gjitha pronat e Vasil Hilës janë të ligjshme dhe janë tjetërsuar, ka rënë edhe ajo pretendimi i falsifikimit që është bërë nga ky komision. Bilo ka rënë. Ja kemi paraqit në gjykat. Faktin do të argumentoj se
ne I kemi shkuar, unë kam qenë përfaqësues, jam edhe jurist, kemi shkuar, jemi ankuar tek avokatura e shtetit, pikërisht tek zonja në fjalë që është sot, zonja Hiçka, dhe na ka thënë si ka mundësi, ky është një vendim skandaloz dhe do ta tërheqim pa dinë në gjykatën e apelit. Je keni edhe letrën aty, nuk po e themi këtu, po ja kemi dërguar edhe zonjës. Ndërkohë që avokatura e shtetit ka marrë pjesë në gjykim. Po, drejtuesi aktual I zyrës së avokaturës së shtetit në Durrës është zoti Ilmi Barometa, që e keni antar të komisionit dhe jurist të këtij komisioni. Po, përshëndesim zotin Ilmi. Çuditërisht, ky person nuk erdhi në gjykatën e apelit. Për ta thënë të vërtetën dhe na tha shprehimisht, unë nuk mund dhija se nuk mund të dilja kundër jush. Tash këto janë fjalë që nuk I provojmë dot zotin Skënder, më kupton ene? Jo I besoni se më Por sigurisht emri që juve sapo tha është në këtë vendim. Pretendimi këtu është që pretendohet që është I falsifikuar, kështu që nëse ai njeri është sot, se unë nuk e di, po e dini ju, është pikërisht pjesë e trupës avokaturës së shtetit, I del për detyrë drejtuese së lartë të avokaturës së shtetit, ta marrë dhe ta pyesi këtë njeri se e ka antar të komisionit. Pra, kjo është një zile shumë e rëndë që duhet I bjeri këtij shteti. Pra, ky zotri që ju përmendët, unë nuk kam dëshirë ta përmend, e përmendët ju se unë nuk e di as ku punon ky zotria, e ka antar të këtij komisionit që pretendon në të gjitha nivelet e gjykatave që ky është një vendim I falsifikuar. Ky zotria I del zot këtij vendimit apo jo? Po do t'i dali. Nuk e dim, atë I del apo si del duhet ta kishit vënë ju përpara përgjegjësisë. Se juve keni sjell Saliun zotri, ti duhet kishe sjell atë Ilmiun këtu. Pra, meqense ke Ilmiun gjallë, këtë Vasilin e ke gjallë të Hilën, se unë nuk e di, më falë, kërkoj ndjes. Janë gjallë këta njerëzit? Zënja Jeni, ato të kishte thrit gjykata. Jo, janë gjallë këta. Po, ato duhet... Pa tjetër. Atere, për më tepër pas ka dhe një vend të lartë ky zotria që ju përmendët, ky ka qenë antar I komisionit. Po si ka mundësi të shmanget zyra vendore e avokaturës? Unë Zoti Jeni, këta janë në konflikt. Unë jam mundu që t'i pajtoj mos shtihet më tej konflikti, se kjo është I konflikti trefisht. Pra trefisht pa tjetër do shumë I rëndë. Sepse unë sa po e tash, prishja dhe dalja absolutisht e pavlefshme e kontratës së shitblerjes tuaj, do t'ju çojë që zoti Naim, që është pronari kësaj prone, ti kërkoj gjyqësisht zotit Sali shumën për t'ja kompensuar të kësaj prone. Kaq, është e thjesht fare. Sali ndoshta thotë që zonjë unë s'kam problem, po do ta ketë problemin në momentin që ky zotria do t'i iki prona fare. Zonja Jeni, unë këtu e kam qëllimin të ndihmoj sa mundem që ta zbus konflikte këtyre dy personave. Skënder dhe unë jam me ju, që duam ta sqarojmë deri në fund situatën. Dhe tjetra janë konflikt. Juve jeni përballur me një kërkesë padi në vitin 16/10/2012. Apo jo? Kjo është kërkesë padia e parë. Dhe në fakt pronën e keni blerë në çfarë viti? Në 2005. Në 10/5/2012. Pra, në 10/5, se duhet I shikojnë shqiptarët këto, e kupton? Në 10/5 e ka blerë Naimi. Në 16/10 ngrihet Këshilli I Ministrave bashkë me avokaturën e shtetit dhe e nxjerr këtë pronë që është shtet. Ndërkohë kemi kontratën tjetër të zotit Sali të 2003-shit. Po nga 2003-shi deri në 2012-ën, ku ishte shteti? Çfarë bëri shteti? Se Saliu atje ishte. Pse se mori Saliun dhe ti thoshte, o zotri, je I paligjshëm këtu, po shfrytëzon rërët, po shfrytëzon ambientin publik, ashtu siç është shprehur në fakt gjykata, dhe thotë që ky është një ambient publik që nuk mund të tjetërsohesh dhe nuk mund të jepesh një ish pronari. Atëre, si logjik juridike, jemi dakord, por dokumentacionet tregojnë të tjera gjëra. Atëre, si e bleu ky zotri? Ky e ka blerë me dokumenta të rregullta. Është regjistruar dhe në zyrën vendore të regjistrimit në Durrës dhe më pas e pa të pamundur ta shfrytëzoi, I doli një blerës dhe ja shiti Naimit. Mos e ka dashur një tjetër këtë pronë dhe ka bërë gjithë këto gjëra. Në momentin që bleva unë, kjo është një pyetje kote imja përpara se të kalojmë publicitetit, por fakti që zotria I ashiti zotit Naim, dikujt I ka dhimbt, po kujt I ka dhimbtur, hajta gjejmë ne atë tani.
Nxitoj, sepse më thonë në kufi që kemi një telefonat. Zojeni, po ja u kaloj ju. Po? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Arditi jam dhe po ju kaloj me njerë zonjën Eni. Përshëndetje i nderuar. Nëse mundeni të na prezentojni, me kë flasim? Vasil Ndisi. Po, përshëndetje zoti Vasil. Përshëndetje zonja Eli. Ju falenderoj përzemërsisht për këtë ndërhyrje telefonike që ju bëni në këto momente. Është kënaqësi që komunikoj me ju, rroj konsiderat më të larta. Faleminderit. Nga ana profesionale e juaja. Faleminderit. Vasil, juve sigurisht që problematikën e dini, neve sot të ftuar në studio kemi zotin Naim dhe zotin Sali Vata, të cilët janë që të dy blerës të një pas njëshëm të pronës tuaj. Pra ju jeni origjina e kësaj prone. Pretendohet për një vendim të marrë në vitin 2002, unë nuk e di sa informacion keni ju, se ju jeni shumë trashëgimtarë në këtë pronë. Pra pretendohet për një vendim të kthimit kompensimit pronave, e cila pretendohet që është e falsifikuar. Juve çfarë dini për këtë gjë? Dhe nëse ju keni qenë në DNI, a mund ta mbanit ju këtë pronë dhe më pas edhe ta shisnit në të tretë? Po. Absolutisht, nuk ajo është konform gjithë rregullave dhe ligjeve të shtetit. Po. I kanë kryer me notere, me hipoteke, me të gjitha me radhë. Po. Kështu që ajo është tani prona për cilën pretendohet dhe që janë në konflikt të themi të dy blersat e fundit, pra Saliu dhe më pas Naimi. Flitet për 400 metra katror që është në një lagje shumë afër Ranishtes në Durrës. Pra flasim për pjesën e Rërës, të plazhit të Durrësit, për qenë më të qartë. Atëre, ky 400 metra katror, sepse ju keni marrë shumë prona, ka qenë ndonjëherë pjesë e ndonjë debati gjyqësor apo konflikti gjyqësor tuaj me shtetin, se pretendohet pra që kthimi që ju është bërë në mënyrë të gabuar, në kundërshtim me ligjin dhe jo nga komisioni i duhur. Pra ky nuk ka qenë komisioni i duhur për kthimin e kësaj prone. Jo, absolutisht, zonja Eli, absolutisht. Asnjëherë s'kemi pas konflikt tillë. Pra ju s'jeni thirrur asnjëherë nga shteti për t'ju thënë që juve mbani një pronë të paligjshme. Jo, absolutisht, asnjëherë. Po, atëre, në gjyqin që është hapur kundrejt Naimit, si i paditur, juve keni marrë pjesë? Se dëshmia juaj është shumë e rëndësishme. Jo, nuk kam marrë pjesë asnjëherë. Asnjëherë. Po ju e dini që jeni pjesë apo jo? Po. Jeni personi tret në këtë gjykim? Jo, personi tret. Unë jam një nga trashëgimtarët e parasysh. Dhe unë kam këtu vendimin e gjykatës Apeli Durrës, ku ju jeni pikërisht numri 14, më lejoni për ta thënë, pra Vasil Nisi, banues në lagje numër 14 dhe të tjera, për mos thënë më pas edhe banesën tuaj ku ndodhet, pra ju jeni palë në proces. Ju s'keni marrë asnjëherë pjesë në proces? Jo. Thjesht edhe për kuriozitet? Jo, fare, jo. Fare. Dhe kështu mendoni që do të vazhdoni, pra nuk do gjendeni asnjëherë afër Naimit? Po, kjo çështje është gjykatën e lartë. Po, është një problem tjetër, ku është? Por juve e keni ndjerë moralisht të paktën? Të ndjeni afër Naimit? Naim, ke ndonjë pyetje për Vasilit? Kemi komunikuar disa herë me Naimin, Zoti Vasil, moralisht, se ne e dim që pronën e ke marrë në mënyrë shumë të rregullt, po moralisht u kërkoj ndihmë nga juve. Ndihmë nga Saliu, ndihmë nga juve që të tretë jemi unison dhe ta kërkojmë të drejtën tonë, këtë drejtë që na e kanë shkelë dhe na e kanë poshtruar. Zonja Eli, unë nuk kam çfarë ndihme të jap, jam i pafuqishëm në këtë drejtime. Pra ju nuk jeni dhe shumë në DNI të kësaj prone? Po jo, shumë DNI, por nuk kam çfarë ndihme të jap punë aty, kuptoni? Se punë vendos vetëm drejtësia. Pra ju nuk mendoni që mundet dhe me prezencën tuaj ta ndihmoni, sepse duke qenë një ish pronar, një ish pronar i kësaj prone. O Eli Mus, unë nuk kam marrë 100 darka ajo punë, kuptoni? Jam me havë dhe problemet e mia familjare, smundem dhe fundi. Po. Nëse s'kemi pyetje tjera për Vasilin, atëherë ta shkëpusim këtë lidhje telefonike. Sali, keni juve ndonjë gjë? Ju s'keni. Atëherë zoti Vasil, faleminderit për këtë ndërhyrje telefonike. Ishte kënaqësi. Gjithat mirat. Mirupafshim. Faleminderit, mirupafshim. Atëherë ndërpresim këtë lidhje. Zotria pranë me kërkon të thotë diçka. Po. Zonja Eli, këta dy që janë në konflikt, i kam ndihmuar unë. Këta kërkojnë ndihmën e njëri tjetrit, por ju lutem, ta ndihmoni ju me kompetencën tuaj, arditi dhe kjo sallë e mrekullueshme këtu, se këtu po del haptas veprimi. Pra kërkojnë ndihmën e juaj të këtij publiku këtu, se t'i heqim nga konflikti këto. Siç është situata, këtu po ekspozohet thjesht një nga trestar i tretë që i çon njerëzit në vetgjyqësi.
sigurisht që ju vini këtu për një konflikt. Edhe konflikti në fakt është goxha më i ashpër se sa këtu po transmetohet. Pra, Naimi, faktikisht, është një njeri shumë i ndinjuar, sepse ka 5 vjet që ka dhënë një shumë parash për një pronë të konsiderueshme, pra 400 metra katror sot në Bregdet nuk janë pak, dhe ka pretenduar që këto 5 vjet të paktën do të nxjerrë gjysmën atyre që ka investuar. Por jo se ka nxjerrë gjysmën, po ai ka dhënë edhe nuk e di se sa 5 vjet gjyqjeve dhe që normalisht un jam sot në hallin e tij shumë brenda, pra e njoh situatën. Por nga ana tjetër ne kemi një Sali i cili pavarësisht faktit që ai është shitsi, por ai akoma më duket, nuk e di, nëse jam e gabuar, nuk e ka kuptuar rëndësinë e këtij dëmi të jashtëzakonshëm që i shkaktohet familjes Kapiti që keni përballë. Pra zoti Sali, nëse ai ju sjell sot për një ndihmë, unë po e dyfishoj këtë thirrje dhe po e them, Sali qëndroj afër, sepse shumë shpejt, nëse kjo pronë do të kthehet në shtet, po ju garantoj që Naimi nesër, dashur ose pa dashur, do t'jetë në një konflikt të vërtet gjyqësor me ju, për sa i përket shumës dhe investimit që ka bërë për këtë pronë. Ku ju me të drejtë toni zonjë, erdhi dhe më trokiti në derë vetë, pra nuk ja dhash me zorë, ma bleu se e donte, pa tjetër që po, por ja që ju ndodheni sot në këtë konflikt. Pra, Sali, hyri tematikës më thellë, dhe ndihma juaj duhet jo thjesht fizike, se unë e di që ju keni shkuar të paktën në përgjigje, por ju duhet tashti që t'jeni dhe pjesë konkrete, ku të bëheni dhe palë në këtë proces, pikërisht për faktin që të argumentoni për para gjykatës, ju jeni një mbajtës i pronës 9 vjet. Të mbash një pronë 9 vjet, do të thotë që kjo pronë s'ka pasur asnjë problem. Sepse shteti aty ka qenë. Apo jo? Pushon me gjatë verës. E shikon të Sali unë atje, me shezlone edhe me gjëra tjera. Zëni, unë kam pyetja ime, se e zëm se po e blem ne të dy një pronë. Që duhet ta blem në fakt. Po duhet ta blem një pronë. Jemi vonë, jemi vonë, shumë vonë. Atë në momentin që ne të dy blem një pronë nga dikush. Dhe kjo pronë, për 9 vite që ne shfrytëzojmë nuk ka asnjë problem. Ja shezim pronën Naimit. Dhe pastaj del me probleme. Për 5 muaj. Çfarë ka Saliu? Do të thënë kur themi Saliu se është prej fajin e ka Saliu, por në këtë rast flasim për zotin Salis edhe mund të ngatrohemi. Po, mos kemi keq kuptime. Po, mos kemi keq kuptime. Zoti Vata, Zoti Vata më mirë. Çfarë ka Zoti Vata? Atëherë, dhe unë këtu nuk përdora në asnjë moment fjalën faj. Po. Pra, do t'ju lutesha që mos ta anatemojmë Zotin Vata. Pra, unë i kërkova thjesht një ndjeshmëri më të madhe për sa i përket kësaj situate, sepse dhe në qoftë se sot duket që është larg situatës, nesër, nëse kjo vendimarrje do të lihet në fuqi nga gjykata e lartë, është ai i pari që do të psoj pikërisht faktin e dëmshpërblimit kundrejt Naimit. Po pse? Sepse ai e ka bler pronën. Ky nuk e shfrytëzoi, atëri thotë, zotri, më vjen keq, po unë bleva një pronë me probleme. Pse të mos jetë nga i pari? Sepse ai jemi ne të dy. Saliu do t'i drejtohet të parit, po kështu do shkoj kjo punë zinxhir. Edhe Vasili që tha, zonja Eni unë s'di gjë fare, dhe nuk e di fare se ç'bëhet me këtë pronë se s'ka marrë dhe një 2 lekësh. Nuk e di si ka vajtur situata, ka marrë gjë Vasili apo jo, po Vasili është palë këtu, dhe është numri 14, se janë shumë sot bashkëpronar. Atëherë, Saliu do të kërkoj dëmshpërblim nga pronari i parë. Pra, mendoni tani çfarë konflikti del pikërisht nga kjo vonesë e qëllimt ose jo e parjes së këtyre dokumentacionit në kurisë të qytetarit. Unë kam një pyetje tjetër. Pse të mos zbulojmë, duke u nisur pak edhe nga fjalët që na tha zotria, se kush e ka gjeneruar këtë gjë? Pra, interesi kujt është prapa që e ka sjell këtë gjë? Nëse do të merreshim me këtë, Ardit, patjetër që këtu duhet kishim dokumenta për ta faktuar dhe për të folur. Sigurisht që unë di shumë më tepër nga kaq sa po flas me ju, sepse Naimi, patjetër, në mënyrë private, më ka zbuluar të gjithë interesat e zonës, për shkak të së cilës ai është edhe kërcënuar, duke i thënë që në qoftë se ti s'na lë kaq metra katror, ne do të marrim të tërën dhe do të ta kthejmë shtet. Dhe sigurisht kjo gjë i është thënë direkt zotit Naim. Por ne nuk mund ta themi sot në publik, dhe ja kam thënë dhe Naimit, as emrin
e personit, as fjalët, pasi këto gjëra nuk janë të vërtetueshme dot. Nuk kemi dokumenta, apo ndonjë deklarim të zotit Naim pranë organeve të policisë për një kërcënim të tillë. Por faktet kanë treguar që në momentin që e ka bler Naimi, ka qenë maj dhe në tetor pikërisht ka filluar gjyqi i zotit Naim. Në momentin që e kam blerun, po, jam anku ke policia ndërtimore se mu duk mu e pa drejtë se më ka cenu pronën time një komshi. Po. Dhe unë u ankova ke policia ndërtimore e Durrës, qytetit Durrësit, dhe policia ndërtimore mbi bazat e dokumentacionit veproi dhe e prishi murin. Se ishin metrat e tu. Se ishte në territor timin. Ky komshiu nuk ta fali këtë, apo jo? Komshiu ishte aty pranishëm. Po. Dëgjom tha, unë kam miq sa kam për ta fshi këtë pronë fare. Dhe çudi mas 3 muajsh ai ta fshiu. Dhe ai sot mu ekziston në fshime. Po, normalisht. Pra, këtë që përton të arditi, ju ja thatë normalisht që patjetër që këtu ka një interes të madh që është shkuar deri në fshirjen e kësaj prone. Sepse logjika aty na çoi zonjeni. Problemi më i madh për mua në fakt, juve u morët me gjenerimin e problemit dhe është shumë i drejtë. Por mua më shqetëson vendimarrja. Gjithmonë dokumentat apo provat administruara gjatë këtij gjykimi për të nxjerrë pikërisht të pronë nga një qytetari në shtet. Tani ne bashkohemi të gjithë me mendimin dhe opinionin publik që her pas here janë marrë teritore publike dhe janë përvetësuar nga qytetarë dhe individ në mënyrë private. Dhe ky ka qenë një shqetësim i rrethit të Durrësit dhe i rretheve apo zonave turistike në këtë vend. Pasi lëvizjet e parregullta që kanë bërë qytetarët kanë sjellë më pas edhe shqetësime për sa i përket këtyre ambienteve. Fakti që neve kemi sot dhe që brenda kësaj logjike të trajtimit juridik që unë e kam lexuar me shumë kujdes, me gjithë respektin më të madh për gjithë gjyqtarët që kanë dhënë këto vendime. Kam parë që është luajtur gjithmonë me fjalën ambient publik. Dhe është marrë një territor publik dhe i është dhënë një qytetari në mënyrë të palishme. Atëherë, nuk shikoj asnjë rresht për të analizuar faktin që në momentin që është dhënë kjo pronë në vitin 2002, më pas shitur në vitin 2003 dhe më pas tjetërsuar në vitin 2012, çfarë ka ndodhur në këtë pronë? A ka shkuar shteti ndonjëherë të interesohet dhe të shikojë që në këtë zonë turistike shumë afër kryeqytetit dhe shumë të frekuentuar nga shqiptarët, sot sigurisht edhe nga kosovarët, që si është zënë, si shfrytëzohet dhe normalisht a është e ligjshme apo jo. Kjo gjë nuk ka ndodhur, por ndodh çuditërisht pas këtij debati që është i faktuar, që zoti Naim ka bërë një ankim pranë zyrave të Inukut për prishjen e një gardi që ishte vënë në mënyrë të palishme. Sa u prek gardi, filloi gjyqi. Unë nuk dua të bëj lidhje të tilla, por logjika si të shtat ju na çon pikërisht në këtë gjë. Atëherë, jam shumë dakord që juve keni filluar të interesoheni për pronën publike të këtij vendi në vitin 2012. Dhe sot jemi në 2017, akoma nuk ka ndodhur ky ndryshim i madh, por megjithatë ne jemi me shtetin që të na kthej pikërisht ato territore të zëna publike që t'i shfrytëzojmë edhe ne, populli, pikërisht për dëshirën, për zona turistike dhe për gjëra tjera. Por objekti fillestar është detyrimi i paditurit për të njohur pronar shtetin për pasurinë në objekt gjykimi, kthimin e sendit pasuri e palujshme, fshirjen e pronësisë për këtë pasuri në emër të Naim Kapitit dhe regjistrimin në shtet. Shumë bukur. Tani është kjo kërkesë padia e kryeministrisë? Po. Tani kemi vendimin e gjykatës apelit Durrës. E dëgjuat objektin që lexova? Tani dëgjoni këtë objektin tjetër me këtë kërkesë padi. Ku thuhet? Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të aktit administrativ vendimit Komisionit të kthimit pronave Durrës numër 11732 datë 28/6/2002 në emër të shtetasit Thoma Nisi. Dëgjuat Thoma juve në këtë objektin e parë? Jo. Detyrimin e të paditurit të njohë pronar shtetin për pasurinë objekt gjykimi, kthimin e sendit pasuri të palujshme, mbarjen e masës sigurisë padis duke vendosur sekuestro konservative. Ky objekt i nderuar që është marrë në gjykim
Nga gjykata apelit, gjykatën e shkallës parë nuk e kam, po jam e bindur që është po ky objekt. Është totalisht i ndryshëm nga kërkesë padia që ka vënë në lëvizje gjykatën pikërisht për çregjistrimin e kësaj prone nga zoti Naim Kapiti në shtet. Ndryshimi i padis dhe i objektit të padis sjell pushimin e kësaj kërkesë padie dhe fillimin e një gjykimi të ri me një kërkesë padi të re që është objekti i këtij gjykimi. Atëherë, ose kjo kërkesë padi është pushuar dhe zotrit nuk e kanë marrë, dhe unë për këtë nuk mund të flas, po ky objekt nuk është ky objekt. Qartë. Dhe këtu është problemi i parë. Si mund të ndryshohet ky objekt dhe të vendoset një objekt më i saktë? Pra objekti i gjykimit në apel është më i saktë se sa e kërkesë padis së ngritur. Por, marrim tjetrën, juve keni thënë të nderuar në emër të shtetësat Thoman Nisi. Dhe unë pikërisht, po, besoj që Thoman Nisi ish pronari. Më fal, i paditur kush është? Thoman Nisi apo Naim Kapiti? Pra ti kërkon të nxjerrësh dhe të konstatosh një pavlefshmëri absolute të një akti administrativ të dalë në emër të Thoman Nisit dhe padit Naim Kapitin. Ku është Thoman Nisi? Thoman Nisin e ka vënë person të tretë. Personi tretë në do vjen, në s'do vjen, ta tha Vasili, zonjë as e di fare se ç'është bërë në gjyq. Se nuk e ka për detyrim të shkojë. Ndërkohë publiku të shohim se çfarë ka bërë. Po, publiku është me zotin Naim, por ndërkohë që aty nuk duhet ishte emri Sali, po duhet ishte një emër tjetër. Një emër tjetër, normal. Pa tjetër. Përsa kohë që, faleminderit, përsa kohë që zoti Sali sot është thirrur nga zoti Naim që më mbështet. Pa tjetër. Kështu që dhe publiku i jep një mbështetje zotit Naim, duke i thënë dhe zotit Sali që ta mbështesim zotin Naim në këtë gjë. Përsa kohë që ky problem pozohet në këtë mënyrë. Patjetër, këtu ka probleme proceduriale shumë të rënda. E para njëherë është ngritja e ndërgjyqësisë, e cila nuk është thirrur si i paditur personi i parë interesuar që kanë qenë familjarët e zotit Thoman Nisi, të ndjerë sot, po që janë trashëgimtarët e tij, dhe më pas mund të ishte zyra vendore Durrës dhe zoti Naim Kapiti si pronari i fundit i kësaj prone. Pra, nëse neve nuk nxjerrim absolutisht të pavlefshëm një akt administrativ të marrë në emër të një qytetari, ne nuk mund t'i kërkojmë gjykatës çregjistrimin e një prone i cili është shtetasi Naim Kapiti që është blerësi i tretë i kësaj prone. Ky njeri është blerësi i tretë. Juve po prishni një kontratë fillestare me një ish pronar, e cila gjeneron më pas pavlefshmërinë absolute si të Salivatës ashtu dhe të Naim Kapitit. Pra, nuk është e nevojshme fakti që ti të ngrësh gjyq me Naim Kapitin. Mjafton që të nxjerrësh të pavlefshëm pikërisht atë vendimarrje që pretendohet të jetë në emër të Thoman Nisit dhe detyrimisht dalin të pavlefshme kontrata e Salivatës dhe kontrata e Naim Kapitit. Por këtu nuk është marrë me Thoman Nisin. Këtu qëllimi ka qenë çregjistrimi urgjent i kësaj prone nga Naim Kapiti dhe kalimi në shtet, që më pas sigurisht shteti është i lirë atë ta shesi, ta mbaj, janë gjëra të cilat neve nuk mund të themi. Por fakti është që ndërgjyqësia është gabim. Sot kjo dosje është në gjykatën e lartë, sigurisht, unë besoj dhe shpresoj sikundër gjithmonë e kam thënë, që meqense janë të gjithë shkallët e gjyqësorit të involvuara brenda një sistemi, duhet sigurisht që ato të rregullojnë njëra tjetrën. Prandaj dhe njerëzit bëjnë ankim. Bëjnë ankim për të rregulluar pikërisht vendimarrje të cilat nuk janë marrë në mënyrën e duhur dhe në bazë të ligjit. Faktet për cilat unë fola, pavarësisht që ky akt është ose jo i falsifikuar, ne kemi emra brenda të cilat sot mund të vërtetojnë plotësisht vërtetësinë e këtij dokumenti. Dhe një nga emrat, pa dëshirën time, sigurisht, u përmend nga qytetari Skënder Kapiti, i cili qenë ka dhe pjesë e avokaturës së shtetit, i cili për shkak të detyrës duhet merrte pjesë në këtë gjykim, por është quar një avokate tjetër e shtetit, dhe që normalisht ajo ka bërë mbrojtjen e saj në favor të shtetit. Por fakti që ka evituar përballjen do të thotë
që ai diçka di mbi këtë pronë. Atëherë edhe një herë, zoti Naim, juve kërkesën tuaj në fakt e bët që në fillim të seancës. Po. Por për rregull seancës ndërmjetësimit na duhet që t'ja bëni edhe në fund. Çfarë i kërkoni zotit Sali Vata sot publikisht në këtë seancë ndërmjetësimi? Zotit Sali kërkoj publikisht të më ndihmojsh në të gjitha institucionet deri në Strasburg, megjithse unë besoj ke gjykata lartë se kanë autoritetin, kanë personalitetin e tyre, nuk binë viktime këtyre gjykatave të para që ishin, dhe besoj që nuk do të kemi nevojë të shkojmë në për Strasburg, të kërkojmë mbështetjen tatë. Se shteti po na fut me një konflikt jashtëzakonshëm. Mbështetja ime Naim është e pafund. Bravo. Edhe se kur e kam shitu, ta kam dhanë ty, ne kemi qenë e komshirë. Ti tatën s'kanë qitë problemet, kanë qitë probleme këte që ma ke ble mu. S'ka faj edhe aj, si sa shtuaj nisi, se edhe ati me letra e kam mërna shtetit. Albiti shteti ka qenë. S'pa e dim se po del një plak i korruptum këto ki. Mos të themi në i fjallë tjetër, për ndimin time njërzore, fizike që atë kem mrapa. Po, falenderit. Atëre, besoj që Naimi do ta ketë të paktën Saliu në afër, por besoj që mbas të shpjegimi që kam bërë dhe Vasili, do filloj të kuptoj rëndësinë e kësaj prone dhe të prezencës së tij më pas edhe në gjykatën e lartë, kështu që unë edhe një herë ju ftoj që së bashku të kërkoni deri në fund atë të drejtë tuaj legjitime që e kanë fituar familja Nisi dhe sot duhet ta gëzoj Naim Kapiti. Megjithatë, i ngelet ligjit, duhet besuar te ligji, Naim. Pa ligj nuk kemi dot atë shtet as qetësi. Faleminderit. Zoti Sali, faleminderit. Zonja Eni, faleminderit. Ne vjojmë programin.